Mirë se erdhët në Fande për herë të fundit sa i takon kësaj jave kështu, kështu që kjo është e premtja sportive, duket besoj nga tutat që kemi veshur dhe nga kostumet, sa më sport jetë e mundur. Tani, kjo do të jetë një ditë e preferuar për gjithë ju, jo vetëm për faktin që filloi Fande, apo vetëm për sot do duhet nduroni për këtë javë dhe 2 ditë keni pushim, pastaj nuk e shikoni më fat në orën 3 deri në orën 5, por për një arsye tjetër, temperaturat janë goxha në favorin ton. Një arsye më shumë kjo pëlqen më të lumtur, pse jo, edhe pëlqen më komod me veten tuaj për të lëvizur makina më rehat, pavarësisht se sot kishte shumë trafik krahasuar me dje. Kjo është më së sigurt, se nga e para unë nxora makinën nga shtëpia për shembull, duke filluar kështu nga unë. Nëse do ketë shumë shi, kështu që nëse do jetë ditë çadrash, që duke me këtë lapsin duke tamam sikur po jap motin, kështu që kujdesuni sa më shumë për vetes, duke nisur nga sot teksa qëndroni në shtëpinë tuaj komod me çaj të ngrohtë, se jo për të mbajtur dhe gripin sa më larg të mundur, edhe duke shpenzuar kështu 2 orë nga jeta juaj kundrejt një formati shumë pozitiv dhe të këndshëm që është ky Fande, që vjen për gjithë ju për të bërë kështu ndjeni gjithmonë më mirë dhe më komod me gjithçka çfarë ju rrethon. Nisur kështu nga rrjetet tona sociale. Kështu, e para fare, do të bëjmë një parakalim sensual në përstrisha, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in indvo.al. Ne jemi non-stop bashkë, kështu që mjafton një dëshirë mirë për të ndjerë in for live. Në Facebook ju mund të komentoni përgjigjen tuaj, çfarë mendoni në lidhje me temën që ne postojmë sapo mbaron Fandei në çdo ditë gati. Tani, në indvo.al/top 10 ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar, po heftë se dukem si profesoresh. Në indvo.al/top 10 ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare, kështu sot do të sjellem në pjesën e dytë Like Shqip Top 10. Ndryshe 10 këngët më të mira të kësaj jave, më të votuara, më të pëlqyera të tjerë. Edhe në In Radio në 105.7 do të ridëgjojmë të dielën kështu në orën 10 të mëngjesit duke ridëgjuar edhe një herë 10 këngët më të mira shqiptare. Tani sigurisht në Fokus do të jemi të ditëlindjet. Do të flasim kështu për çiftin, një ndër çiftet më të bukura që kemi parë dhe po shohim kohët e fundit ai i Gigi Hadid edhe Zayn Malik, si ka uruar kjo dhe fundit për ditëlindje. Zayn Malik i cili festoi dje dhe u bënami gjithandaj në rrjetet sociale. Do flasim për pak fare për 2016 se nuk na ndahet shpirti nga 2016. Më saktë do flasim për gjithë shenjat e horoskopit dhe çfarë ka mësuar se cila shenjë nga 2016. Këto dhe shumë gjëra të bukura edhe shumë muzikë të mirë mbi gjitha do t'i zbulojmë në orët në vijim. Qëndroni me ne, filloi Fandei. Unë kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta citoj sa me fat janë ato që kanë ditëlindje të premteve, se ju shkojnë festimet e premte shtunë e diel. Aq më tepër që sot në këtë 13 janar, nëse nuk gaboj, kudo që feston ditëlindjen është akoma më mirë se nuk duhet veshi 12 kështu bluze apo edhe xhupsi, por edhe shalle dhe kapuçe etj. Ju lejohet tek këtu në fustan më interesant për të festuar mbase ditëlindje. Kështu që gëzuar gjithë fanllëvët që sot festojnë ditëlindje apo për vjetor apo çfarë do lloj feste të jetë e mundur kështu. Me rëndësi është çdo ditë merrni si fest. Për shembull, kush di çfarë do të bëj Miley, kështu që qëndroni kështu stalker në Instagramin e saj. Thonë mezi pres se si do ta uroj Miley Liam Hemsworth, ndryshe partneri i saj, aktor shumë i famshëm, edhe i bukur dhe i suksesshëm, ndër të tjera 27 vjetor feston në këtë premte, kështu që gëzuar për të. Një tjetër aktor, po kaq vetëm me një shifër tjetër në moshë, është Orlando Bloom, i cili feston sot 40 vjetorin, gëzuar edhe për Orlandon, për të kaluar pastaj tek Patrick Dempsey, ndryshe e kemi njohur në rolin e tek Grey's Anatomy, ai feston 51 vjetor, kështu që sot shkurt e shqip është dita e aktorëve, gëzuar për çdo aktor të mundshëm që feston ditëlindjen, edhe gëzuar gjithë që kanë ndonjë festë kësaj natyre. Do sjellim produksionin më të fundit të Sean Paul edhe të Dua Lipa, më në fund edhe me videoklip, paçka se ne e deshëm që në versionin e parë kur si audio, No Lie në Fandei. Nuk më mungoj kur se sillen në këtë premte një Hot of the Day, ndryshe nga këto këngët e nxehta që nxehin situatën edhe shumë preferuara ndër të tjera. Nuk e di, sa nga ju e mbajnë mend Passenger, ka bërë namë një
e një kohë me Let Her Go dhe që aty gjithë të dashurat stalker që i përndjeknin të dashurit për shembull ose dhe anë në sjelltat, thanë okay, po e lë të ikë se nëse do kthehet. Nuk e di u kthyren apo jo, kjo është çështje tjetër, por gjithsesi, Passenger gjithmonë ka rrëmbyer zemrat e publikut edhe të klikimeve, kështu kanë rrëmbyer edhe shumë klikime apo edhe kritikave me zhanrin interesant muzikës ku ai lëvron në çuditësiqet, romantike etj etj. Ama vlen tek ato që na kishte munguar se nuk e kishim parë vërdall kohët e fundit që prej superhitit Let Her Go. Do të vi sot me një hot of the day duke u rikthyer kështu në tregun muzikor Passenger, i cili me një stil shumë të veçantë, me një shkëputje të madhe, pas një suksesi ndërkombëtar, vjen me një këngë po kaq romantike dhe pa diskutim është një ndër këngët më romantike që mund të keni dëgjuar. Titulli i së cilës është Everything. Domethënë, se me çfarë gjithçka e ka Passenger, ne zbulojmë tani. You are do the same thing, baby, don't you worry, I got you. Kjo është edhe ajo pjesa që unë me ziprisja të ndaja me gjithë ju, përveç faktin se do sjellim kështu çfarë keni mësuar nga shenjat e horoskopit, për gjatë, domethënë, se cila shenjë çfarë ka mësuar gjatë 2016, që bëni gati, fokusoni tek shenja juaj apo shenja e atij që keni fiksim. Tani, do ulemi edhe ne që trajtohemi kështu shkurt dhe shqip për t'i parë më mirë këto shenjat, edhe do ta nisim me Dashi. Dashi në 2016 ka mësuar si të jetojnë të lumtur. Për gjithë ato që takojnë shenjës së demit, kanë mësuar që pizza është më e mirë se gjithçka tjetër. Në këtë fjalë unë tani po vdes, po gjithsesi byreku besoj që ndron më lart se pizza. Binjakët kanë mësuar se kush janë me të vërtetë miq të mirë për gjatë kësaj 2016. Për Luanin 2016 ka sjellë ndjesim më të forta duke bërë shumë më të fortë. Këto luanët kush kanë më të fortë se janë. Virgjëresha kanë mësuar të jenë më kompetitiv dhe më garues kështu për gjatë 2016-s. Peshorja ka mësuar që nuk duhet ta marrë kaq seriozisht jetën. Ua, sa interesante. Akrepi, që jam unë, kanë mësuar që mund t'ja dalin dhe do ja dalin. Shigjetarët kanë mësuar të vëjnë qëllime vetes tani më. Britjapi në këto 2016, gjithë ato që i takojnë shenjës së Britjapit kanë mësuar se jeta nuk është fushë me lule. Të gjithë ato që i takojnë shenjës së Ujorit kanë mësuar se janë bërë më të çuditshëm se janë. Unë kam të motur në Ujor, më njëri i çuditshëm. Dhe Peshqit kanë mësuar nga gabimet e tyre. Kam përshtypjen Peshqit pas kanë dalë më mirë se gjithë tjerë. Tani do sillim dëshmërat e telefonit. Do sillim Shakira që ky njeri nuk e di çfarë magji e ka bërë, po i ka stopuar gjithë gjithmonë më e re dhe më e bukur duket. Ne fillim tani. Okej, është prish mikseri. Të presim që të rregullohet pak kënga. Tani t'ua tregojmë pse po e bën Xulio këtë që po më ngren nervat, po më bën flokët kaçurela komplet nga nervat. Sepse un kam një fiksim. Nëse Selena ka fiksim The Weeknd, un kam fillim që kam fiksim që kur fillon kjo kënga këtë muzikën e bëj vetë. Domethënë nuk pres se ta bëj kënga, po aq shumë e dhëm jam pas këngës, saqë vetë se këndoj bëj dhe muzikën dhe back vokalet. Hiç e para se të thyej këtë boxin që kemi këtu. Tani në Facebook i të vëllbejën do të kalojmë tani duke bërë së pari një parakarim seksual tek gjithë strishat tona, edhe për të ftuar që të bashkoheni me ne në rrjetet e mundshme sociale dhe së dyti për të kaluar dhe për t'ju bërë këtë pyetjen e famshme, kush është selfie më i çuditshëm që keni shkrepur dhe që keni bërë ndonjëherë. E nisem me Ledina që thotë ç'kemi fatmush, selfie më i çuditshëm që kam bërë ishte me Xhensilën virtuale, po se si e bëra këtë e kam sekret. Okej. E një donë thotë nuk shkrep një selfie zakonshëm me jo më të çuditshëm. S'po s'ka qef selfie. Ditjeta thotë haj fatmush s'kam pas ndonjë çuditshme se s'bëj shumë selfie, se jam shumë e dhënë pas fotove. Egnaldi thotë haj fatma selfie më i çuditshëm ka qenë kur po bëja selfie dhe kaloi një gocë nga mbrapa që duket tamam si Selena Gomez. Ore mos ka qenë Selena vetë s'e ke kuptuar. Artiola thotë ai momenti kur do bësh foto e s'po gjen pozionin tamam dhe ke një orë me syra për të thënë përfundim foto skandal të çajt. Që rri kështu nga dielli që duket sy të bukur. E kam provuar është torturë. Zymbyle thotë ç'kemi Fatma, selfie më i çuditshëm që kam bërë ka qenë kur isha tek halla ime doja bëja selfie se po binte borë, po kur e shkrepa më ra telefonin nga dora dhe besova se nuk e bë, por në të vërtetë ishte bërë dhe shumë e bukur madje, saqë Jonalda pastaj thotë kur isha duke bërë patinazh dhe me një dorë mbaja pinguinin sepse nuk dija dhe me një dorë në telefon dhe shkita, thotë fotoja ishte shkrepur, ishte një foto shumë e lezetshme. Kështu që thonë që këto foto më interesante janë foto që bëhen kështu pa dashje dhe pa e kuptuar pse jo. Pse s'bëni një foto një herë duke parë Fandej për shembull tani, bëni një foto që ma nisni mua në Instagram pse jo, edhe do ta sjell të zaluam edhe këtu në Fandej. Në ditët në vijim pse jo. Do të kalojmë tani tek një këngë, para se të them një herë pse jo se kam thënë 10 herë deri tani dhe nuk e kuptoj pse mu fiksuar kjo fjala. Do të kalojmë tek një këngë që kush e di sa ajo ka marrë malli. Sa kohë kishte që se dëgjonim. Është një ndër këngët më të suksesshme, më e luajtur aktualisht, shumë e dashur nga gjithë ju për post shakave që bëj unë, është Rockabye.
Dje për shembull ishte ditëlindja e Zayn Malik, edhe normalisht do bëhet nami në rrjetet sociale ku dëshirë të madhe me dashuri shumë nga njerëzit e uronin. Çdo nga ato që mund të shkruanin një HBD shkurt fare happy birthday, edhe nga ato që bënin dedikime të veçanta interesante për atyre romaneve që në fund të ditës në ditën e ditëlindjes ku gjithkusht duhet dihet më i veçantë në këtë botë sa i tillë është, të paktën për atë rolin që ka ardhur, të bëjë shumë të bukur dhe këto dedikime mbas të ekstra zgjatura. Tani, ajo që ne me prisim të kuptonim ishte se zauronte Gigi Hadid e dashur e tij dhe një ndër çiftet më të bukur e më të lakmuar që për të cilët shkruhet pafund. Në fakt nuk ka munguar dhe urimi i Gigi Hadid dhe ka nisur 2017 më ëmbël dhe më bukur se kur. Në përmjet një foto jene do t'ua sillim tani, ajo ka zgjedhur të postojë një foto bardhëzi që ne do ta shohim të Zayn Malik, i cili po shohin mua tani, po supozoj të shohim Zayn Malik tek ajo fotoja që ka bërë. Okej, është kjo tamam. Ka zgjedhur të postojë një foto bardhëzi të këngëtarit 24 vjeçar ku ka shkruar gëzuar ditëlindjen i bukurim. Jam shumë e fat që të njoh dhe dua dhe që dashuroj për ditë më shumë një shpirt si joti. Uroj që ky vit të jetë viti jot më i mirë. Sigurisht një urim tjetër po kaq i bukur ka ardhur dhe një mik i vetmi nga One Direction, siç është Liam, i cili ka shkruar gëzuar ditëlindjen vëlla në Twitter. Të uroj gjithë të mira dhe paç një ditë sa më festive sot. Nuk e di se çfarë u bë me urimet e tjera, por gjithsesi këto kanë qenë ato si më kryesore demek, edhe që Zayn Malik mbase kanë kontribuar kështu për t'ia bërë ditën akoma më të bukur. Ndërkohë jemi në pritje sa i kërkon në anën profesionale të këngës që do xhirohet, që është në bashkëpunim me Taylor Swift, midis Zayn Malik që do të jetë dhe e kolona zanore e 50 Shades of Grey, po kemi kohë deri më atëherë. Do dëgjojmë kështu debutimin e tij të parë, një ndër këngët më të bukura, Pillow Talk. Për pak do të hidhemi tek 10 këngët më të mira shqiptare, për pak do të kalojmë nga vendi 10 tek vendi i parë tek charti muzikor ndryshe tek lista e 10 këngëve më të mira shqiptare të javës më të votuar në internet.com/top 10. Tani do të kalojmë pak tek gjërat e bukura që rezervon fundjavë, po edhe kjo e premte në Interval Benja, por ju dhon kështu një arsye më tepër për të qëndruar me ne non-stop në rrjetet sociale, edhe pse jo edhe për të na ndjekur në programacion të moshës të sjellin nga 17:00 në ditën e sotme që praktikisht mbaron Fun Day, nis po plan një serial shumë i dashur për gjithë ju. Episodi i fundit i Krip dhe Piper do të vi sot me një tjetër recetë bërë me shumë dashuri, kështu në kuzhinën e Alfios dhe Tindritit ju presim me një tjetër recetë që çunat e përgatisin me shumë dashuri për gjithë ju, që mund ta bëni fare lehtë për njerëz tuaj të zemrës në shtëpi pastaj. Në orën 18:30 është Iliri që ju mirpret për t'ju informuar dhe gjithçka çfarë ka ndodhur në Vërdall kështu, lajmet më interesante të çfarë lloj sfere që i përkasin jetës dhe janë të rëndësishme në 18:30 në In News. Të rejat me Rudin dhe Mateon për të përmbyllur kështu edhe këtë javë do të vinë çunat në të rejat me gjithçka interesante për ta ndarë me gjithë ju. Dokumentari Zoom In për këtë ditë në orën 8 të darkës ka në fokus bulimin dhe gjithë ato që vuajnë nga çrregullimet në të ngrënë. Do ta ndiqni në orën 8 të darkës. Sinemania do të vi me The Other Guy, një film shumë i bukur ky. Do të vi në orën 9 të darkës kështu. E shtuna dhe e diela, paraditës e së shtunës dhe të dielës janë gjithmonë kështu lazy edhe pak dhe mbele kështu për nga natyra. Ua sa e bukur kjo kënga. Shqyr sa ajo tjetra po më macaronte nervat me të drejtën, ajo që kishim më herët. E shtuna dhe e diela në paraditë do të vinë me shumë filma vizatimor kështu për edhe familjar mbi gjitha për t'i parë me gjithë njerëzit tuaj dhe për të mos lëvizur se mëngjeset janë shumë të këndshme për të shpenzuar me njerëzit tuaj të zemrës, pse jo. Sikundër, për nga e shtuna dhe nga e diela do të mund të ndiqni Si Tekun me Ariolën, Gossip TV me Sarën dhe me Kermin dhe të gjitha filmat që i keni humbur gjatë javës, do t'i servirim për ju gjatë fundjavës që kjo pse jo të jetë fundjava juaj e bukur, e preferuar dhe qëndroni në shtëpi do jetë plot me shi, kështu që nuk keni ndonjë arsye për të lëvizur që të lageni totalisht rrugëve të Tiranës. James Arthur me një ndër këngët më të bukura që unë e dua shumë, Say You Won't Let Go do të vi tani. Do të shkojmë kështu tek vendi i 10, ndryshe te kënga e 10 më e suksesshme e kësaj jave edhe më e preferuar dhe e votuar nga gjithë ju. Së pari dhe një super mega ekstra falënderim për gjithë fan lover edhe ato që duan muzikën shqiptare edhe që votojnë në interval.com/top 10, ndërkohë që mund ta vazhdoni ta bëni këtë fare mirë me dëshirë më të madhe për çefin tuaj, pse jo. Në vendin e 10 vjen një personazh që përtej ekranit apo përtej muzikës që ai bën dhe jetës personale, unë e kam shumë xhan edhe e dua shumë, është Floriani, që nuk ja vlen ta thuash më i vogël se është bërë i madh, me sa herë takoj jam kështu ngrihem kështu domaj të vështrinë dhe s'është pa mundur të takosh Florianin, aq shumë sa është zgjatur. Ka ardhur së fundi një produksion që sigurisht duke qenë se ai takon labelit Brick Records mban filmën dhe vullin e këtij produksioni në tërësi, një klip shumë i bukur që domethënë mund ta shohësh fare mirë dhe këto ditë të nxehta, po, në mendim
time gjithmonë në këto ditë të ftohta, se është i veshur kështu me ngjyrë dimri edhe vetë videoklipi. Tani, Hej zemër, ky është titulli i këngës më të fundit që ka sjellë Floriani, një këngë shumë e bukur dhe shumë pozitive. Nga fansat e tij është pritur mjaft mirë dhe këto janë të shumtë, ma besoni. Ne do ta sjellim tani për herë të parë pjesën e Like Ship Top 10 në vendin e 10. Kemi dëgjuar kështu vendin e 10 ku vinte produksioni më i fundit i Florianit për të kaluar tani më tek një artiste shumë gangstere, shumë kontroversi që është Tuna për shembull. Do ta sjellim tani në vendin e 8 me Bermuda, një këngë e cila le të themi është produksioni i fundit i Tunës me videoklip kështu se paçka se kënga e fundit ishte ajo në kënga magjike ku Tuna dhe fansat e Tunës pritnin që të merrnin kështu vendin e parë dhe jo pa qëllim ndër të tjera. Bermuda ka qenë fill pas situatës komplekse ku u përfol për Darin me Kozman, për bebin që kishte që prisë të vinte në jetë tani për një marrëdhënie me Patrisin etj. Gjithsesi një gjë është e sigurt, Tuna është gjithmonë në vëmendje të medias dhe çdo ditë ka një lajm praktikisht ku në fokus është Tuna. Referuar javës të kaluar, Bermuda, produksioni i saj më i fundit, ka qenë 5 pozicione më lart dhe për këtë javë ka rënë kështu me 5 pozicione, nuk është më në zonën e nxehtë. Tani më është e 9-ta, është Tuna me Bermuda. Dëgjojmë bashkë. Faleminderit të që na thuat në adoleshencën shumë të largë. Tani, jemi në vendin e 8, po dëgjojmë dhe po shohim 10 këngët më të mira shqiptare të kësaj jave, ndryshe ne e quajmë charti muzikor Like Ship Top 10. Tani, në vendin e 8 do të vijë një këngë e kërcyeshme, kështu nga një djalë shumë pozitiv dhe shumë i dashur siç është Young Zerka. Domethënë, ne kemi patur edhe këtu të ftuar edhe duke e njohur dhe jashtë kamerave, është me të vërtetë një djalë përveç se shumë e vullnet dhe punëtor dhe unik në muzikën që ai bën dhe Lebron, edhe shumë pozitiv që është shumë e rëndësishme dhe me ato kaçurirat që i ka gjithmonë në top form. Young Zerka ka ardhur së fundi një produksion shumë të këndshëm i quajtur Harem. Edhe javën e kaluar ishte pjesë e kësaj top liste, ishte pjesë e Like Ship Top 10, vetë ishte një 2 pozicione më poshtë, kështu që le të themi që Young Zerka është në progres e sipër, prisni kur tjetër në vend të tretë dy ditë parë pse jo referuar gjithmonë votave tuaja në Intervopikal, për këtë javë ai vjen i 8-ti. E shohim. Tani, si po fundim të cili pozicion jemi? Po pyes ju nga regjia. Okej. Do të kalojmë shumë tek vendi i 7, se unë lutohem shumë kur të dëgjoj këngë, edhe po pyeset edhe për emrin do mendohem 2 herë, jo më për moshën mendohem përgjithsisht, po për emrin u që do të që herë në fundit kur isha në kinema. Po shikoja komedinë Uaj e Himës, është pak plus 18 dhe më thotë ajo goca që shiti biletat u kthye shumë pa gjithë ndjesinë ta është plus 18. Unë dhe me kisha bërë dhe make-up, se dukesha pak shumë pak si e rritur dhe e madhe, por nëse përshëndesin gjithë gocat e sportelit në kinema se janë shumë të mira dhe shumë të dashur gjithmonë kur ne shkojmë. Edhe kur shkojmë me shumë vonesë dhe futemi kështu në minuta të shtesë. Tani kaloj pak tek vendi i 7 i Like Ship Top 10 ku vjen Samantha, shumë e preferuar dhe dashur nga gjithë produksioni këtu. Përveç se është shumë e këndshme, shumë pozitive dhe shumë profesioniste dhe këtë tregojnë gjithë këngët e fundit që Samantha lançon në secilën prej tyre merr pjesë në krijim, në vijën melodike edhe në tekst ashtu. Tani, se edhe kohë jetës personale shkruhet së tepër mirë për Samanthën edhe e dim që është single e mbylli 2016 kështu dhe nuk preferon që partneri i saj të takojë botës së showbizit. Paktën kështu kam dëgjuar dhe kështu është situar nëpër media. Produksioni i saj më i fundit e solli shumë ndryshe se Samanthën e solli në version reggae, prezumoj dhe po përflitet kështu vërtet që mund të vini një bashkëpunim, po deri më atëherë kam idenë kemi shumë kohë për të pritur. Por këtë javë do të vinë në vendin e 7 duke rënë kështu me 2 pozicione. Është Samantha. Nuk e di si më zbërë kjo kënga që them drejtë. Aq shumë e bukur, po aq shumë e kam dëgjuar, sa që nuk e di panikosem sa herë dëgjoj përsëri. Okej, ku jemi tani në vendin e 6 dhe kemi një dyshe shumë interesante dhe 2 goca shumë të bukura ama. Kida ka ndryshuar fare njëri, keni parë në Instagramin e saj? Po jo vetëm Instagram, po edhe nëpër web, portal ku ju dedikojnë lajmet e roz, Kida ka bërë një ndryshim drastik në look, po mbetet shumë e bukur dhe shumë e dashur për gjithë ne. Shumë i suksesshëm gjithashtu ka qenë produksioni që për herë të parë i bëri bashkë Kidën dhe Xhesilën kështu, edhe solli një këngë Baby, që për nga të cilin mua më duket çuditshme, po nëse ka qenë një këngë shumë e preferuar dhe shumë e dashur për publikun. Ka qenë në pozicione mjaft mira këtu në Like Ship Top 10 në vend të parë 2 dhe 3. Tani kënga është e Kidës, se kemi thënë special guest është Xhesila. Referuar javës kaluar ka qenë në vendin e 3 për këtë javë është e 6, atë do të ka pasur një rënje që Kidatorët dhe Xhesilatorët duhet të shkojnë në Intervopikal dhe të fillojnë ta votojnë këngën pse jo për ta ringjitur në pozicione më të mira se vendi i 6 ku vjen sot dhe ndjekim tani. Kemi rënë kështu në vendin e 6 Kidën dhe Xhesilën për të kaluar tani më në vendin e 5 edhe praktikisht kjo është zona e nxehtë, janë
5 këngët më të mira. Kemi një new entry tani. Le të themi që ky Like Ship Top 10 kësaj jave është i veshur gjitha me këngë të reja që sapo kanë hyrë në këtë playlist apo sapo janë lançuar tregu muzikor shqiptar. I radhës vjen për një ndër motrat praktikisht e vogla e motrave Koçi, bjonde, e bukur, shumë simpatike ndër të tjera. Eni Koçi, e cila po çka si jeton jashtë Shqipërisë, nuk e lë pas dore edhe karrierën e saj dhe sjell nga hera kështu produksione muzikore. Më i fundi dhe më i freskët është Si për mu, një duke shumë e bukur dhe videoklip, pritur mjaft mirë nga publiku, është për herë të parë pjesë e Like Ship Top 10, se jo ne do mundojmë ta marrim edhe Enin për nga java këtu për ta pyetur më detaje si për jetën personale që na intereson së tepërmi, ashtu edhe për këtë produksionin e fundit. Si për mu, ky është titulli i këngës për herë të parë në Like Ship Top 10 në vendin e 5. Tani me një llogari të thjeshtë ne jemi në vendin e 4, po. Ne jemi në vendin e 4 kështu dhe në vendin e 4 vjen ai që ishte në vendin e parë për javën e kaluar. Nuk ka rënë lehtë, po ka rënë goxha matje. Ka gati me 3 pozicione. Është Mike ndër reperat më të preferuar të labelit Baba Stars, kështu shumë i dashur nga gjithë ju që çdo produksion automatikisht ndrohet hit. Tani, nuk është se ka pasur kaq mbar punën edhe në jetën personale, sikundër i kanë vajtur në ato profesionale, por në fund të ditës mbetet një personazh shumë i lahuar, shumë i kërkuar për cilin shkruhet së tepërmi për të. Mike me fund do të vi tani në vendin e 4, një balad dashurie që prezumohet i dedikuar dashurisë së tij të fundit, e dështuar kjo dhe divorci apo ndaja si pati me ishte dashur e tij Majrinda, divorci që erdhi në 2016, ku thuajse të gjithë vipat e showbizit u ndanë, domethënë e tmerrshme. Mike do të vi tani në vendin e 4 me fund. Mua kjo kënga gjithmonë më kujton verën kështu si me buton, pam. Ne jemi zyrtarisht në zonën e nxehtë, po dëgjojmë kështu dhe po shohim 10 këngët më të mira shqiptare të kësaj jave të votuar në intv.com/top 10. Në vendin e 3 është tani është vendi i 3, tani është Ledri. Është Ledri që është shumë i preferuar dhe shumë i dashur për gjithë publikun shqiptar kudo ku ndodhet. Tani ne thajmë ftohtë të edhe ky Ledri po ca pushime në Meksiko më duket. Nuk jam shumë e sigurt dhe pash kështu ka linti gjithsesi foto të bukura dhe feshë kështu dhe pamendje ka të gjitha në Instagram. Në pritje të një bashkëpunimi, po prezumohet për profile që Ledri mund të jetë një bashkëpunim me Noise, kështu të paktën kështu po flasin lajmit edhe mediat e roz janë të fokusuar shumë te kjo çështje. A jena mirë është produksioni më i freskët për nga Ledri sepse ky është i fundit që është lançuar kështu, është ngjitur me plot 4 pozicione, vjen në vend të 3, një këngë shumë e bukur, ne dëgjojmë nëse doni edhe e kërcejmë tani. E vetmja që nuk ka ndryshuar fare, po fare në Like Ship Top 10 është dhurata. Mbetet statike, sikundër edhe javën e kaluar dhe për këtë javë dhurata dora është në vendin e dytë, kështu dhe nuk ka ndryshuar asnjë lloj pozicioni fare. Tani ka qenë në vendin e parë, nëse nuk gaboj, me sa më kujtohet kështu. Është një ndër personazhet që më pak i shohim për intervista, që më pak shkruhet për jetën e saj personale, ama shumë suksesshme, shumë e kërkuar dhe shikoni në stop për koncerte, edhe me këngë produksione shumë bukura gjithmonë. I radhës është Ejo, është një favorit ajtë sa unë gjithmonë kuriozohem edhe më shumë dhe them si do t'ishte nëse dhurat të bëni një balad dashurie, me si po presë të gjojnë në version të tillë. Ky është bashkëpunim me një DJ edhe që shpritur mjaft mirë nga publiku, ka qenë në vend të parë, ama për këtë javë në Like Ship Top 10, dhurata dorat, domethënë votat tuaja në intv.com e sjellin kështu në vendin e dytë. Shohim. Tani ne këtë këngë dëgjojmë se ka qenë Giulio që ta dini. Që tek tukë. Hej, po na kujtoni dhe vapën dhe të tjera. Tani, ne jemi në vendin e parë, uleni pak zërin se e zgjuam komshiun, uleni, bravo. Jemi në vendin e parë, po para se të shkojmë tek vendi i parë, do bëjmë atë parakalimin interesant, se ndryshe quhet countdown nga vendi i 10 tek vendi i dytë, kështu që bëuni gati për ta dëgjuar. Sigurisht nuk mungon kështu përbërje dhe ftesa për të votuar këngën tuaj të preferuar të gjithë kohës. Mund ta votoni fare mirë në intv.com/top 10. Tani, në vendin e 10 për këtë javë ishte Zemra e vogël me titullin Hey Zemër, Floriani. Në vendin e 9 ishte Tuna me Bermuda u kishte rënë kështu me 5 pozicione. Vendi i 8 ishte Erdhi për Young Zerkën dhe Harremin e tij. Në vendin e 7 ishte Samantha me Siai, Kida dhe Xhesila me 3 pozicione më poshtë ishte të 6 për këtë javë. Në vendin e 5 për herë të parë në Like Ship Top 10 ishte Eni Koçi me Si për mu. Në vendin e 4 ishte Mike me fund me -3 pozicione kështu.
Ledi është rikthyer në zonën e nxehtë, ishte në vendin e tretë me Ajina Mirë dhe dhurata Dora për një javën e kaluar dhe këtë javë ishte në vendin e dytë. Tani në vendin e parë është një këngë e cila nuk e mbaj mend, nuk jam shumë e sigurt nëse është për herë të parë pjesë e Flagship Top 10, më duket se po, ama di them që e kam dëgjuar në radio, e kam dëgjuar në televizion, e kam dëgjuar gjithandej dhe është shumë e preferuar nga gjithë ju. Kam idenë, për herë të parë janë bërë bashkë një bashkëpunim Genc, që ka një mbiemër shumë të komplikuar, prit ta letoj një sekondë se gjithmonë ja ngatroj. Prev Lukaj, ku e gjeti, edhe Lyri Kalson, janë dy repera shumë të mirë, shumë të preferuar shqiptarë të Kosovës, gjithmonë kanë patur hite dhe për herë të parë janë bërë bashkë dhe kështu që bashkimi sigurisht sjell fuqi. Atë merr malli, por gjithë ato që i merr malli për dikon, kjo këngë është totalisht për ju që ngjan dhe shkon shumë mirë me këtë situatën aktuale ku bëjmë disi nostalgjik, tani vjen gjithë ditës në shtëpi dhe pa bërë gjë. Për herë të parë vjen në Flagship Top 10, është e para, ju e dini tani që unë jam një fan se Lyri Kalson, jam një fan se MC Kreshit dhe çdo produksioni që bëhet mirë me dashuri të madhe. Do të sillim tani, këto janë të parët për këtë javë në Flagship Top 10 që i bie më të mirët. I shohim. Bicikleta në këtë kohë ftohet mbetet thjesht një ëndër. Referuar këngës së Shakirës për bicikletën, me bicikletën thjesht e shikoni kështu dhe mendoni se nuk bëhet, është e pamundur që të lëvizni me bicikletën, do ju duket sikur jeni me qiri futurus të Aladinit që unë e preferoj shumë si personazh. Tani, jemi në fund të Fan Day, u ndam dhe për këtë javë, mori fund gjithçka. Po gjithsesi këto ndarje tona janë vogla, janë prej 2 ditësh, edhe janë nga këto ndarje që nuk ndahet shpirti komplet se rrim bashkë në rrjetet sociale, se mos harruat në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in rinto.pikal. Në rëndësi është dëshira për që njënë follow dhe pastaj na ndiqni në gjitha rrjetet e mundshme sociale ku ju më presim me shumë dashuri. Në rinto.pikal ju mund të votoni për gjithë fundjavës deri të premten e ardhshme për këngën tuaj të preferuar shqiptare, kështu zgjidh.on, ndryshe zgjidh një ndër këngët më të bukura shqiptare që mos sipas mendimit tuaj për ta sjellë pastaj për ta bërë pjesë të Flagship Top 10. Tjetër çfarë dua të them? Si vija, mundesh ta ndjejmë pak atë emailin apo nuk bëhet? Fanday@rinto.pikal, megjithëse sot nuk kishim një cover, do dalojmë në një mënyrë ndryshe. Megjithëse jemi në fundet i bëjmë gjithë detyrat e shtëpisë që të jetë fundjava e këndshme kështu. Fanday@rinto.pikal, doli emaili, çfarë qefi. Ju mund ta shkruani në këtë email, mund të nisni një cover song që e bëni dhe që e këndoni për shefin tuaj në shtëpinë tuaj apo kudo tjetër. Një foto interesante, një video interesante, çfarë do gjë që doni ta bëni pjesë të Fanday, mjafton na e shkruani të na e sillni në këtë emailin e poshtuar Fanday@rinto.pikal. Tani, sigurisht që duhet kujdeseni për vajtës së shtot, nesër mos dilni pa çadër, do ketë shumë shi, droni sa më shumë dashuri, qoftë kjo fundjava më e bukur e juaja, takojmë të hënë një pusë pot. Boom, 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 boom.